Të dashur miq të televizionit Alsat, jam këtu së bashku me psikologen dhe psikoterapisten Arta Poshka Çoku, me të cilën do të bisedojmë për presionin akademik të nxënësve në kalimin në këtë periudhë, duke qenë se është edhe periudha e kalimit nga nxënës në student, pra nga shkolla e mesme në fakultet apo edhe në rastin tjetër nga shkolla fillore në gjimnaz, si e përjetojnë ata këtë periudhë, si e menaxhojnë të gjithë këtë periudhë, duke qenë se është ajo euforia, qefi i përfundimit të një cikli akademik, por fillimit edhe i kurioziteti për fillimin e një cikli tjetër, kështu që për më tepër do bisedojmë dhe me të në vazhdim. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit ton sot për të folur për këtë temë që besoj se është në interes të gjithëve, të ata të cilët janë vetë maturant dhe ata të cilët kanë në shtëpi një maturant dhe nuk dinë se si të sillen dhe si ti këshillojnë në këtë periudhë. Faleminderit edhe ju për ftesë dhe shpresoj që dhe jemi në ndihmë të atyre të cilat kanë këto dilema për momentin. Do doja që ta fillojmë me njëherë me pyetjen se si mendoni se ndryshon presioni i kësaj periudhe, ky presion akademik për ata të cilët kalojnë nga shkolla fillore në gjimnaz tek ata të cilët kalojnë nga gjimnazi në universitet. Kuptohet se këto të fundit e kanë ndryshimin më të madh, por ama si përjetohet në secilin rast? Po, ndryshime ka, në të dyja rastet ka ndryshime, është një etap tjetër e jetës dhe është një ndryshimi i jetës të rinjve. Te shkolla fillore që kalojnë në shkollë të mesme, është një periudhë krejtësisht tjetër, është një periudhë e adoleshencës që përcillet me sfida të ndryshme që kalojnë në shkollë të mesme. Dhe periudha gjithsesi ndryshon, periudha e maturantëve që kalojnë në jetën studentore dhe bëhen student. Më thënë, të dyja grupet e moshave dhe e ndryshimeve kalojnë në faza të ndryshme dhe në sfida të ndryshme, do të thoja. Nëse adoleshentët që kalojnë shkollës fillore në shkollë të mesme kanë sfidë në vete, kanë ndryshime të ambientit, kanë ndryshime të cilat kalojnë nga një ambient më komfort ndoshta në shkollë fillore dhe kalojnë në shkollë të mesme ku sfidat janë të ndryshme, takohen, domethënë, me nxënës të rretheve të ndryshme në shkollat e mesme. Por gjithsesi ka një mbështetje më të madhe sepse kalojnë nga një rutinë në një rutinë tjetër, që kanë më të strukturuar, domethënë është shkollim gjithsesi, por i nivelit pak më të lartë, kurse te maturantët ndryshon edhe rutina, domethënë ato nga një rutinë shkollore që kryejnë shkollën e mesme, kalojnë në një rutinë studentore që përcillet me ndryshime të mëdha edhe në aspektin social, emocional, por edhe geografik, do të thoja. Domethënë, ato kalojnë sfida të ndryshme, e para emocionale e ndarjes nga familja, e dyta mund të jetë zgjedhja e profesionit të tyre, e treta mund të jetë ndryshimi i vendit ku jetojnë, domethënë prej një vendi kalojnë në një vend tjetër, dhe për cilën, domethënë, kalojnë sfida të ndryshme, do të thoja. Ne gjithsesi për këto të fundit, për secilën sfidë do flasim veç e veç, duke qenë se secila duhet të trajtohet në mënyrën e vet. Por përpara se të kalojmë aty, bëhet fjalë për një grup mosh ku shumica prej tyre, për të mos thënë të gjithë, janë sërish adoleshent. Pra edhe në atë moshën 14-15 vjeçare, edhe në atë moshën 18-19, veç më kur përfundon adoleshenca dhe fillon ajo periudha ku të gjithë quhen të rinjt. Si ndikon edhe kjo periudhë në aspektin e shëndetit të tyre mendor, duke qenë se në adoleshencë është ajo periudha me ato të mirat dhe në thojza të këqijat e veta dhe me të gjitha të eksplozionin e emocioneve me të cilat njihet dhe vetë personi gjatë kësaj periudhe. Në të gjitha fazat e jetës është shumë e rëndësishme, domethënë, pjekuria emocionale të rinjt. Domethënë, është shumë e rëndësishme se si ato trajtohen në familjet e tyre, sa ato kuptohen në familjet e tyre, sa ato komunikojnë me prindët e tyre në të gjitha fazat e jetës. Domethënë, është proces, një maturant nuk mund të bëhet jaft për të jetuar i pavarur nëse nuk kalon nëpër procese më të gjata gjatë jetës së tij, domethënë pavarësia nuk është se arrihet në moshën 18-19 vjeçare, por kjo zhvillohet
gjatë gjithë jetës në bashkëpunim me familjen, me shoqërinë, me pjesën domethënë administratën shkollore, psikologët shkollor, domethënë e gjitha kjo është një komponim i asaj që ndikojnë në pjekurinë emocionale të rinjve, siç the. Gjithsesi, domethënë është shumë e rëndësishme mbështetja fillimisht nga familja në të dyja fazat e kalimit, nga një nivel arsimor në nivelin tjetër arsimor, dhe shoqëria, domethënë në përgjithësi me të gjitha aspektet sociale, emocionale që ndikojnë në këtë në mirë menaxhimin e situatave të reja. Të rinjt kanë sfidat e tyre, domethënë kanë ndryshim në shoqërinë fillimisht, domethënë nëse flasim te semi-maturantët, i quajmë këto që mbarojnë shkollën fillore dhe fillojnë shkollën e mesme, ka ndryshime, por presioni dhe ndikimi më i madh është te maturantët të cilët kalojnë në jetën studentore. Përgjegjësia është më e madhe, sfidat janë më të mëdha, edhe gjithsesi kjo përcillet edhe me pjekurinë më të madhe, por edhe nga pyetjet të rëndësishme për jetën e tyre, të cilat vendime sillen pikërisht në këtë fazë të jetës, në këtë moshë. Meqense jemi te këto maturantët e vërtetë, ata të cilët përjetojnë dhe ndryshimet më të mëdha, të doja që të ndalesha specifikisht në këtë periudhë të jetës. Si e përjetojnë ata të gjithë këtë ndryshim dhe a kanë kohë ata për të perceptuar, për të procesuar të gjitha këto gjëra të cilat janë duke ndodhur nga kalimi në gjimnaz, nga një rutinë të cilën e kanë pasur tashmë 4 vite, me një shoqëri me të cilët ata janë takuar çdo ditë, në atë folenë e tyre familjare ku kanë qenë rahat, me ushqim gati dhe me rroba të pastra kohës, në diçka komplet tjetër, të paktën për ata të cilët zhvendosen dhe nuk e kanë universitetin që dëshirojnë në vendin ku ata jetojnë. Po, sfidat janë të ndryshme. Domethënë, ato kalojnë pikërisht tani është periudha në të cilën ato përgatiten për festuar dhe për të dhënë provimet e maturës shtetërore, të cilat e kanë një hap përpara për të konkuruar për fakultetet në të cilat ato dëshirojnë të regjistrojnë dhe profesionet të cilat duan të arrijnë. Në momentet domethënë besoj që maturantët fillojnë të përgatiten pak më herët se sa në këtë periudhë, edhe pse kjo është periudha në cilën mund të them ato janë pak si në ajër, domethënë se marrin vendime shumë të mëdha, po është një periudhë në të cilën mbas maturës, domethënë janë të përqendruar më shumë në dhënien e provimeve të maturës, gjithsesi edhe në festimin e këtyre 4 viteve të maturës, por ka një periudhë reflektimi pastaj për disa muajsh në të cilën ato duhet të vendosin, nëse deri tani nuk kanë vendosur, të vendosin për çfarë drejtimi do të zgjedhin kur janë regjistrimet në muajt në vijim. Ballafaqohen me sfida të ndryshme, por kjo thash do një periudhë më të gjatë përgatitjeje, si nga aspekti e zgjedhjes të profesionit, domethënë në shkollat e mesme bëj një gjysëm zgjedhjeje kur regjistrohen në shkollat e mesme, domethënë zgjedhin gjimnazin si të përgjithshëm për të hapur dyert që për të regjistruar në fakultete të ndryshme, ose fillimisht zgjedhin profesionet domethënë prej në shkollë të mesme, që nuk do të thotë se nuk ndryshon në regjistrimin e fakultetit, dhe punojnë në atë drejtim, domethënë përgatiten për profesionet e ndryshme, zgjedhin lëndës zgjedhore që do t'u ndihmojnë për t'u regjistruar më lehtë, kemi domethënë edhe në shkollën në gjimnaz ka drejtime të cilat nxënësit zgjedhin, orientohen në drejtimet humanitare apo matematikore, varësisht prej asaj që duan të studiojnë. Sfidë tjetër është ajo që ballafaqohen a do regjistrohen ose jo, është pyetje në vete, domethënë a do arrin pasiguria nga e panjohura. Domethënë ato
hynë në një fushë me shumë të panjohura në këtë periudhë. Njëra për të panjohurave është ajo që pasiguria, domethënë a do regjistrohen ose jo. Është tjetra që pasiguria a kanë zgjedhur profesionin e duhur ose jo. Tjetra është që a do ja dalin pa prindët në një vend të panjohur. Edhe domethënë aftësit për të mbijetuar pa ndihmën e kërkujt, domethënë aftësit jetësore, të cilat duhet t'i kenë të zhvilluara edhe më herët, domethënë para se të mbrinë të bëhen maturant, me qëllim që të mund të arrijnë të mbijetojnë në këto sfidat të cilat i presin gjatë kësaj periudhe. Përmendet se ka shumë prej atyre që kanë bërë këtë gjysmëzgjedhje që në gjimnaz dhe duke zgjedhur dhe drejtimet profesionale në shkollat të mesme profesionale. Shpesh herë është edhe ajo dilema mes asaj se a duhet që të vazhdoj me patjetër atë që kam zgjedhur për në shkollën e mesme, ose në qoftë se nuk e gjej veten, thjesht mundem të vazhdoj në diçka tjetër, ndonse mund të mos ketë lidhje fare, po krahasoj për shembull arkitekturën me mjekësinë, vetëm se nuk e gjem veten tek njëra apo tjetra. Besoj se edhe në këtë rast e kanë ato dyshimet e veta, apo bëj mirë, mos ndoshta apo gaboj, mos ndoshta është një vendim i përshpejtuar. Çfarë mendoni ju për këtë? Si mund t'i ndihmojmë në aspektin psikologjik? Është normale të dyshojnë. Domethënë është normale në atë moshë të dyshojnë që kanë zgjedhur ose jo profesionin e duhur, edhe atë që duan, sepse me vetë zgjedhjen e profesionit ata ndihmojnë edhe vinë në një fazë përfundimtare të formësimit të identitetit të tyre. Domethënë nëse deri tani ka pasur faktorë të ndryshëm që kanë ndikuar në identitetin e tyre, ata në këtë fazë identifikohen edhe si profesionistë të ardhshëm në fushën që kanë zgjedhur. Edhe është shumë e shpesh që kanë dilema të rinjt në atë që çfarë duan edhe çfarë u sugjerojnë të tjerët, edhe shpesh të rinjt ndodhen para këtyre dilemave, duke marrë parasysh që janë në një dilemë për të plotësuar dëshirat edhe ambicjet e prindërve, ose për të plotësuar edhe për të plotësuar ambicjet e veta. Edhe shpesh ndodhin në këto dilema. Është mirë që të konsultohen, është mirë që të informohen, është mirë që të kërkojnë ndihmë profesionale, domethënë ka mbase teste të ndryshme të cilat ne psikologët i përdorim për orientim profesional, domethënë ka teste të inteligjencave të shumë fishta, të cilat pak a shumë mund t'i orientojnë mes asaj që ata dëshirojnë edhe ata të cilën kanë aftësi për ta arritur. Por gjithsesi zgjidhja duhet të jetë e tyre. Domethënë sugjerimi im do të ishte mund të merren parasysh dëshirat e prindërve, mund të merren parasysh sugjerimet e profesionistëve, por megjithatë vendimi është e rëndësishme të jetë i vetë nxënësit për profesionin të cilin do të zgjedh, sepse kur e zgjedh vetë edhe sfidat janë më lehtë të kalueshme, edhe motivi është më i madh për ta kaluar një sfidë. Dhe besoj se kjo është diçka që e thoni ju vetëm për nxënësit ata të cilët janë përpara kësaj zgjedhjeje, por edhe për prindërit, duke qenë se edhe prindëri ndonjëherë nga dëshira e madhe kuptohet qëllimi i mirë që fëmijët të zgjedhin një profesion të sigurt, një profesion që do ju sigurojë një vend pune nesër, një profesion që ndoshta ata e njohin duke qenë se janë vetë në atë profesion, ndonjëherë edhe ju bëjnë presion këtyre fëmijëve të tyre që të zgjedhin pikërisht atë profesion. Çfarë mendimi keni edhe për prindërit, çfarë do kishit thënë në këtë rast? Duke qenë se kanë më tepër influencë të gjithë në këtë periudhë tek fëmijët e tyre. Po. Është normale që prindët të interesohen për fëmijët e tyre dhe të sugjerojnë diçka që ata mendojnë duke marrë parasysh përvojat e tyre në jetë, edhe të sugjerojnë ndonjë profesion të cilin ata mendojnë që mund të ketë më shumë suksese dhe mund të kenë më shumë arritje në fëmijët e tyre. Mirë po, për prindët do sugjeroja që të jenë më shumë dëgjues sesa të sugjerojnë dhe të insistojnë për jo të vendosin për fëmijët e tyre. Ata mund të sugjerojnë, por gjithsesi duhet të jenë mbështetës të vendimeve të cilat sjellin fëmijët e tyre.
Do të thënë, prindi mund të mendojë dhe mund të ketë një pasqyrë shumë të qartë për profesionin të cilin zgjedh fëmia, por fëmia është ai që zgjedh atë profesion dhe duhet të jetë mbështetës e jo insistues edhe ta obligoj fëmin e vetë që të zgjedhë një profesion të caktuar. Derisa jemi në këtë raportin prind-fëmijë dhe momenti kur largohet fëmia nga shtëpia, nga ajo folja ngro që e përmenda më herët për të shkuar për të studiuar, është një traumë edhe për familjarët, të paktën kështu e kanë përjetuar ato të mitë. Por ama ka dhe raste kur nxënësit, këto të rinj, janë shumë të lidhur me familjen e tyre në aspektin emocional, fizik, janë gjatë gjithë kohës aty dhe besoj se kjo shkëputje është edhe më e vështirë, ka edhe për atyre të cilat janë edhe diku dhe të lasdruar pak nga familja. Tani në këto momente mund të kena të idenë se si do mbijetoj unë, çfarë do bëj unë tani, çfarë do kishte qenë këshilla juaj për ta? Por në fillim e thash që pavarësia edhe vendimi edhe përgatitja për të shkëputur nga familja edhe për të arritur një pavarësi nuk është hë për hë. Është një proces i gjatë. Domethënë, prindërit duke menduar që fëmijët tek e fundit edhe detyra e prindit është që të aftësoj fëmin për të vazhduar vetë në jetë, nënkupton që edhe prindërit duhet të para përgatiten për këtë ndarje. Dhe tek e fundit kjo është qëllimi i prindërimit. Domethënë që të arrijnë fëmijët t'i aftësojnë për një jetë të pamvarur, për të arritur sukseset e tyre dhe të ndalen deri aty ku e kanë rolin e vetë dhe të lënë fëmijët të vazhdojnë rrugën e tyre, duke i mbështetur edhe duke qenë gjithmonë mbështetje për to, por jo duke u hapur rrugën siç bëjnë një numër i madh i prindërve, duke u hapur rrugën fëmijëve të tyre. Do të thënë, kjo nënkupton që fëmijët duhet të aftësohen për të mbijetuar, edhe kjo nuk bëhet brenda natës, por duke punuar në atë drejtim. Edhe shpesh kur prindet nuk punojnë në atë drejtim, domethënë u duket sikur shumë shpejt u rriten fëmijët edhe nuk punojnë domethënë në atë drejtim që fëmijët rriten edhe duhet detyra jonë është t'i aftësojmë të mbijetojnë vetë. Edhe kjo nënkupton si aftësimin për të mbijetuar vetë edhe pjesën emocionale. Domethënë duhet punojmë që ato emocionalisht të jenë të pavarur. Duhet ta dinë që prindi është aty, gjithsesi nëse në rast nevoje por ato duhet të çajnë vetë në jetë. Domethënë për fat të keq shpesh prindët ne prindët do ta vë edhe veten në atë grup që i mendojmë fëmijët shpesh të vegjël për të edhe të paaft, i nënvlerësojmë aftësinë e tyre, edhe mundohemi që me të gjitha mënyrat t'u hapim rrugën për të mbijetuar. Por më besoni fëmijët kanë aftësi për të mbijetuar dhe siç kemi mbijetuar ne një kohë, mbase ndoshta prindët nuk kanë qenë na kanë lënë ndoshta pak më të çajmë vetë në jetë. Ndoshta ky do ishte edhe sugjerimi për prindët tjerë që fëmijët kanë atë aftësi për të mbijetuar dhe duhet të liren të mbijetojnë vetë. Si me mbështetjen e përhershme. Dhe mendoj se kjo është diçka që duhet ta aplikojnë më tepër prindërit përveç se vetëm ta thonë. Përmendat pak më herët dhe këto teste psikologjike të cilat bëhen, që po ashtu i vinë shumë në ndihmë të gjithë maturantëve në këtë periudhë, dhe sa mendoni se janë të nevojshme për të bërë ta kemi në kulturën tonë pra këto teste dhe në përgjithësi dhe vizitën tek psikologu, duke qenë se e kemi ende këto tabu që më vjen keq që e them edhe në vitin 2025, por edhe ndikimi i shkollës në vendimarrjen në këtë aspekt apo në para përgatitjen ose ndoshta dhe filtrimin e këtyre nxënësve, duke qenë se ata i njohin mosimdhënësit, i njohin nxënësit se çfarë aftësish kanë, sa të aftë mund të jenë për një drejtim apo për një tjetër, dhe për t'i këshilluar ndoshta përgjatë gjimnazit dhe jo vetëm në atë një mujorin e fundit kur janë dhe afatet e regjistrimeve në universitet.
Unë mendoj që ka ndikim në mësimdhënie, mund ta marr si shembull gjimnazin ku punoj prej 20 vitesh, më thënë arsimtarët kanë ndikim te fëmijët dhe te nxënësit dhe u sugjerojnë atyre që je i aftë për këtë ose je i aftë për atë. Edhe ne si psikolog mundohemi që të aplikojmë këto teste, normalisht nëse nxënësit kërkojnë këtë ndihmë prej nesh, neve jemi të hapur t'u japim këto lloj sugjerimesh. Edhe dhe më thënë këtu ndikon prap do shkoj edhe te prindërit, më thënë sa u japin hapësirë prindërit fëmijëve të tyre për të zgjedhur atë që duan vërtet vet ose i parareshtojnë në një profesion të tyre zakonisht, nëse prindi ka një profesion edhe e rreshton edhe fëmin, që nuk do të thotë se është keq gjatë profesionit, gjatë ushtrimit të profesionit të kesh një mbështetje nga një profesionist siç është prindi, por jo gjithmonë është fëmia është i prirur të ndjeki profesionin e prindit. Më thëmë, gjithsesi prap duhet të liret edhe vendimi të jetë, në dalë prap aty që vendimi duhet të jetë i fëmijës. Po ashtu një aspekt tjetër që mendoj se u ndikon shumë negativisht studentëve që nuk janë të përgatitur, është edhe kjo idea se në gjimnaz ata janë normalisht e kapin ritmin dhe janë me sukses akademik të mirë, ja e kanë atë idenë që çojnë dëftesat gjithë pesa në shtëpi dhe pastaj kur shkojnë në universitet kjo nuk është e tillë, nuk janë të gjitha 10 në shumicën e rasteve. Çfarë mund t'i këshillonit ata që të mos demoralizohen nga kjo dhe të mos demotivohen nga këto rezultate, të cilat mund të vinë dhe janë shumë normale për të gjithë studentët? E përmenda, domethënë në shkollë të mesme nxënësit vinë nga një sistem i strukturuar në një sistem të strukturuar. Studenti ka hapësirë më shumë për ta vetë menaxhuar kohën, edhe për ta vetë menaxhuar se si do ta organizoj kohën e vet. Kjo përcillet gjithsesi edhe me përgjegjësitë më të mëdha. Domethënë një student i cili ka një kohë për ta menaxhuar, ka edhe përgjegjësitë më të mëdha se si do ta transformoj këtë në sukses në studimet e radhës dhe në provimet të cilat pasojnë. Por unë do të sugjeroja domethënë ta marrin më me përgjegjësi kohën të cilën humbin edhe të fokusohen në atë që të cilën duan të arrijnë, mos të vënë qëllime të mëdha gjatë studimeve, sepse kjo është ajo të cilën pastaj i dëshpëron studentët, sepse vën qëllime shumë të mëdha, si ato, po edhe pritjet e prindërve janë më të mëdha, dhe unë si psikologe të sugjeroja t'i lejojnë vetes të gabojnë. Nga gabimet mësojnë më shumë nga përvojat e veta se sa ajo që sugjerojnë të tjerët. Domethënë njeriu mëson më shumë nga gabimet e veta se sa nga teoritë të cilat i dëgjojmë nga të tjerët. Rruga është e gjatë për arritje edhe besoj që nuk është tragjike edhe nëse gabojnë gjatë rrugës, e rëndësishme është të mësojnë nga këto gabime dhe të vazhdojnë ëndrat e tyre dhe të vazhdojnë sfidat të cilat i presin me ndoshta me një forcë më të re dhe më të madhe në jetë. Kemi edhe prej atyre që janë drejt përfundimit të gjitha këtyre sfidave të cilat i përmendëm, ata të cilët janë drejt përfundimit të studimeve dhe është koha tani për të dalë në atë jetën reale. Nuk janë më nxënës, nuk janë më student, do jenë të punësuar, do jenë të zotërt e vetes, jo që deri tani nuk kanë qenë, po është më ndryshe dhe pavarësimi financiar dhe kur tashmë je i rritur me përgjegjësi, me një punë dhe kështu me radhë, edhe ata besoj se e kanë një periudhë të vështirë këtë. Çfarë do kishte qenë këshilla juaj për ta? Po, nga hulumtimet që bëhen, domethënë të gjitha dalin se me rritjen edhe me kalimin e fazave të rritjes të një të riu,
rritet edhe ankthi. Domethënë, nëse ankthi është më i vogël kur hyn në shkollë të mesme, rritet kur bëhen student, aq më tepër rritet kur diplomohen edhe kur lishohen në tregë, domethënë edhe kur lihen të jetojnë në një hapësirë, domethënë ku vendimet janë më të mëdha, obligimet janë më të mëdha, përgjegjësitë janë më të mëdha. Gjithsesi ato kalojnë në një periudhë vërtet të vështirë edhe anksioze, do thoja, dhe më thënë ankthi rritet në këto, por është mirë të orientohen, do më thënë të bisedohet, do më thënë të kërkojnë gjatë gjithë jetës, gjatë gjithë periudhës, të rinë është mirë të mësohen të kërkojnë ndihma që shpesh e konsiderojnë si dobësi, më thënë ndihma profesionale, por jo edhe profesionale, ndihma mbështetjeje nga të afërmit, nga të gjithë të cilët nga rrethi social, për t'i kaluar të gjitha sfidat të cilat na i jep jeta. Dhe në të gjitha fazat, unë do të sugjeroja që është mirë të kërkohet kjo ndihma dhe kjo mbështetje, edhe të mbahet gjallë kjo mbështetje, sepse njeriu në të gjitha fazat në të cilat kalon, ka nevojë për një mbështetje, pa marrë parasysh në cilën moshë është, edhe çfarë sfidash kalon. Është një periudhë e vështirë, por sa më shumë kujdesemi për veten edhe sa më shumë emocionalisht e përjetojmë jemi më emocionalisht më stabil, aq më lehtë i kalojmë këto sfida dhe unë të sugjeroja që të kujdesen më shumë për shëndetin e tyre mendor dhe si edhe fizik dhe të gjitha sfidat kalohen më lehtë. Nuk do kisha dhënë sugjerime për tregun të cilën, sepse nuk jam kompetente për atë, por në aspektin psikologjik mendoj që ndikon kërkimi i ndihmës psikologjike, i mbështetjes dhe stabilitetit emocional. Ne ju falenderojmë shumë për gjitha këto porosi të cilat ju e thatë dhe besoj se është porosia e duhur dhe mënyra e duhur për ta përmbyllur edhe këtë bisedë, duke qenë se edhe ju e theksuat, është mirë që çdo kush të kërkojë ndihmë dhe të jetë i gatshëm për ta pranuar këtë ndihmë, sepse vetëm kështu do mund që të kalojnë të gjitha sfidat të cilat vijnë me jetën përveç kësaj pjesës akademike. Ju falenderoj shumë dhe ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve, ishte kënaqësi edhe për mua.